Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë këto momente. Gjithashtu, mirëmëngjes, telefonata e parë për ditën e sotme e martë, 26 maj 2026. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Vetëm vetëm pak sekonda. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim një tjetër telefonat. Linja e treta do jetë e vërteta. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë. Do të presim pak sekonda. Se të kemi konfigurimin e sakt. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë, presim disa sekonda, sa të kemi një konfigurim të pajisjes që pret telefonatat, ndërkohë që ju kujtoj që në pjesën e tretë të emisionit do t'jemi me avokatin Elban Duraj për pyetje që mund t'keni ndaj avokatit, orientim juridik që mund kërkoni prej tij, ndërkohë që në pjesën e katërt më pas do t'jemi me motin dhe trafikun. Ndërkohë që në kryeqytet, por edhe në ulësirën perëndimore të vendit kemi një rikthim të motit me diell, me sa duket kemi stinën e verës që ka ardhur zyrtarisht para kohe, pavarësisht se nuk jemi në verë zyrtarisht me afate, por vapa ka ardhur me temperatura që kanë shnuar deri në 33-34 gradë ditën e djeshme në kryeqytet, në ulësirën perëndimore të vendit, edhe në Bregdet, por edhe në zonat e tjera, zonat malore, deri në 28, 29, madje edhe 30 gradë në zonat malore. Kështu që me sa duket kemi një rikthim të motit me diell dhe hyrje de facto në stinën e verës. Pavarësisht se jemi ende në muajin maj, nuk ka ardhur as muaji qershor, por vapa me sa duket ka nisur dhe temperaturat do t'jenë kështu gjatë gjithë kësaj jave. Pritet që të vijojnë pas edhe në javën në vijim. Ne do të presim telefonatat në studio, por po bëjmë një konfigurim të pajisjes të telefonatave. Do të presim vetëm pak sekonda. Ndërkohë që do të marrim pas telefonatat e parë në studio. Kujtojmë që në pjesën e tretë do t'jemi me avokatin dhe ndërkohë me zotin Duraj, gjithashtu do të presim pyetjet tuaja në lidhje me problemet juridike që mund keni apo orientim juridik që mund kërkoni prej zotit Duraj. Mirë, e provojmë njerë. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Nuk jemi sërish, nuk jemi ende në rregull, ndoshta për shkak të fluksit të madh të telefonatave kemi probleme me ngarkesën e linjës. Shohim ndërkohë derisa të bëhet gati pajisja motin edhe më konkretisht. E provojmë njëherë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Okej. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Urdhro, zotëri. 24? Po, jeni drejt për drejt. Mirë, pastaj. Ju urojmë shëndetë të gjithë ato që thoni, po vetëm na hapni telefonin kur u marri. Po, jeni drejt për drejt, zotëri tani. Më dëgjon? Ja, të dëgjoj, pa i po flet me tjetrin tani. Jo, juve jeni, zotëri. Ha, zotëri. Mirë, e mbyllim. Presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, gazetar. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Urdhro.
Ore, si do shpëtoj Shqipëria që ka 85 vjetë me këta tratat e vëndit? Nuk ja kemi gjetur ende përgjigjen kësaj pyetje, zotëri. Kur na shye Shqipërinë e bukur të mirë, si do shpëtojmë në këta armi që e në verë? Presimi tjetër telefonat. Mirë mëgjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëroni, zotëri. Po kemi kalamajt të shkolle mesme të Jarnaqi. Jarnaq Kilica në Fjerë? Po. Po. Neve shqitet alkola me anës rrugëve. Alkool në anë rrugës? Po, pa përballë me shkollën. Edhe majnë kalamajt e pina me mshërave të fëmin të nata në anabarku u përvëllua. Po, është dyqan apo shesin në rrugë? Është shurë në rrugë, shena dhe në dyqanet, kalamajt në pushim, dalin marrin sufaqe atje afër, marrin raki, kalamajt janë. Marrin raki? Alkola. Pandaja, bëni çmos, si medje. Po në rregull, patjetër që do adresojmë problematikën. Policia bashkake po bën ose gjë. Po jeni të sigurt që është alkool? Alkool është çaj, u përvulluat shumë të natën me 10 kam gëviz, kisha ku ta shpinë. Po se besoj të tapi në orar të shkollës alkoolin. Mbrapa, nuk e ashtu, më mbrapa, nuk po në shkollave. E marrin e blejnë edhe. Patjetër shitja e alkoolit është ndaluar poshtë moshës 18 vjeçare. Afër shkollës nuk ka lokale. 56 metro afër shkollës nuk ka lokale të pinë raki o të shitet. Po shenja tjera vetëm këtë të stomakut kishte apo kishte shenja tjera? Po përvulluar në brenda shumë. Në rregull, zotëri, vetëm keni parasysh që mund të abuzojnë edhe me substanca tjera në këtë moshë, kështu që keni kujdes edhe juve si prind, bëjni thirrje. Ore shitet raki vazhdimisht. Pa përballë me shkollën. Në rregull, do adresojmë ne si problematik. Faleminderit për denoncimin, zotëri. Gjithë mirat, presimi tjetër telefonat. Mirë mëgjes, përshëndetje. Faleminderit zonjë, ne kishte munguar mallkimi juaj. Nuk na ecën barë në fakt. Kemi probleme me linjën gjithmonë kur nuk na mallkon. Kështu që na mallkon më shpesh sepse përmirësohen gjitha. Mirë mëgjes, përshëndetje. Zotëri ose zonjë, jeni drejt për drejt. Mirë, e mbyllim. Ju lutem keni parasysh që të komunikoni direkt në rast se merrni linjën. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, urime për emisionin. Përshëndetje, zotëri, urdhro. Apo që janë të skandale që ne gjejmë për ditë më vëlla. Shitet Shqipëria, falen detet, falen nuk e di, falen nishujt, nuk e di se ç'a bëhet unë këtë vend me ky pronar i madh i këtij vendi me fjalë ka kthy Shqipërisë se kur të jetë pazari gjallë. Qa bot me pronarët din vërdalë në përgjyje, nuk janë gjenit marin pronat, kyshet pronat, shet Shqipërinë komplet. Ora nuk e di, a ka shtetu, a s'ka shtetë, a ka institucione, nuk e di, kjo dojë rumpale që në të Shqipërisë do të asë me i vend botës. Edhe ky popull ka ranë eshtje komplet me pjesa dërmuese e rinis ka i. Ka ngellta pensionisët që vdesin në për shtëpitë dhe kompozohen në për banesat e tyne. Kjo është një skandal i vërtet, nuk e di. Se që funksioni ka ky parlament, që funksioni ka këto deputet me fjallë, që dalin drejtojnë edhe qurravite në për ato në për parlamente duke folë për të mire për mirëqenien e këtij populli, nuk e di. Kjo është një skandal. Unë nuk po kuptoj pasi gjota që dhe këto intelektualet po heshtin fare, nuk po flasin ashtu siç duhet. Këto kisha, faleminderit. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën. Presimi tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Urdhro zonjë, përshëndetje. Ma shkas nga ata të rinjet që gjujtë shokun me pistolet në kokë. Po? Nga si pardeshë. Po mire, kanë prinder. Këta prinder, a i kontrolloj fëmit. Qa bëk shumë? Nga i gjeti djali pistoletën. Ku që la pistoletën në rrugë që ta blej i riu? Ku? Ku i gjetë? Ku që i hapi të armë? Që gjinën pistoleta rrugës, që blet pistoletën 300 euro. Nga vinë këto?
Nuk arrit ta kuptoj. I bësire prindërve, gjyshërve, kontrollore më të rinj, ti keni në përshpia. Si më rika gjithë natën duke pire ke shpia shokut ai. Dhe baba e mami s'legjum. Gjyshja s'legjum. Për atë zotin e madh, unë jam gjyshe vetë, po mu nuk më zë gjumi. Nuk më zë gjumi si gjyshe. Unë i kam të larguar fëmijët e mi, kam 2 një për njëri 20 e tjetri 17, gjithmonë i telefonoj djalit tim. Edhe fëmijët qa bëni, shkon në shkollë, nuk shkon në shkollë, i madhe punon. Jo, kemi rënë në një, nuk e di, në një gjumë thellë që da përqenë shumë, është shumë gabim. Prandaj bësive gjithë prindërve, konservoni fëmijët të dashur vëllezër e motra shqiptarë. Ndërsa kujtjet që thoshe shitet rakina në rrugës, veç këte nuk e besoj. Edhe mund të ndodhë, po. Urdhra? Edhe mund të ndodhë, qa s'bën vaki? Ja, shkollë kam dhe unë, palatin tim afër shkollës e kam, s'ka shanse. Ne ishte një zonë që shishën të qokolata, gjajna kështu, edhe atë e hoqën e largun nga shkolla. Jo, më zotën, këto se ishë jam pralla me mbret, kjo, e rakis, s'ka raki. Po pse më rrugës ka dalë rakia? Nuk i djetë, nuk i djetë. Mirë, zonjë, faleminderit për telefonatën. Gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Alo, mirë mëgjesi. Përshëndetje, zotri. A dhe urime për misionin. Faleminderit, urdhro. Më thuaj, zotri. Ja, dhe diskutojmë një qikë për këtë zgjedhjet mallështore që ju bën në Partinë Demokratike. Mos nuk janë mirë socialiste që ta marrë zhvesh. Po ka kishte më tur, po ka 82 vjeç burri dele thot ishin zgjedhjet me demokratike, me mallështore që janë bërë qyshna në 1991, kur shpikin për vjedhjen e votës e shpiku vetëm ai. Po mirë, ma ato që kanë krafë, që ishin bërë zinë këtyrë, dhe po dolen televizor dhe uruan Berishën, që fitoj me Saliun, po ky, sidomos e mirditori atje, lënë flamurin, se flamur është, por a i mirditori, e profesori atje, si s'ka një qikë turpë, me gjitha ato mushin gjepat, marin parate, gjitha i marin. Po ishte tallje për popullin demokrat. Ishte një tallje, Allah nuk arrin, me miqë që ne bisedojmë, Allah nuk arrin, se si ka mundësi që ta quajnë këto zgjedhjet më të mira që nga 1991. Me gjithatë, a i leta gëzoft, sepse do ta marrë me vete, Në qofë se ka sot një 20 deputet, do të ketë radhën tjetër, do të ketë as 30 do të ketë. As 30 do të ketë. Dhe do të shikojnë edhe vetë ato mundi, ato fërkoj si bardhi, ajo tjetra, do të shikojnë se do t'ja lajnë të birit, pastaj ata do t'a fusin gishtin gojë, do rinë kështu me gishtin gojë. E kuptova, zotri. Ato që përkohen për një karrige. Mirë, zotri, faleminderit për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjes, zoti gazetar. Përshëndetje, zonjë. Unë nga Gjirokastra, po ju shesoj. Po. Isha të bëjt pyetje, pse ishin të gjithë institucionet, pse ishin Gjirokastra, si prokuroria, si gjykata, si hipoteka, si bashkia, ka që kisha zoti gazetar. Dhe juve pse heshte nuk dojnë të vërtetit të ndiri në krye. Ka që kisha, falenderit. Mirë, zonjë, falenderit për telefonatën. Presim një tjetër telefonat në studio. E kapa unë. E kape, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Përshëndetje, zotri. Unë i përshëndes ju edhe gjithë ato që folën për zgjedhjet e Berishës si kryetar partije. Falenderit, urdhra, na thuaj. Por mos harrojnë. Po. E parën paradën e homoseksualve. E parën Gonzalesin që i kështë në foton kryesore që kështë nxjerrë
të i vu duhet të shalet kryeministres. Jo. Të lutem edhe ta nis foton. Okej. Pan fëmijë me homoseksualët në moshën 60 vjeç, 9 vjeç. A nuk i shko mene të familja këtyre njerëzve, po i shko mene të Sali Berisha? Edhe? A i shko mene që një homoseksual kryetari ambasadori i Europës tutën e? Ta arrujnë familje se familja është digniteti. E dyta. Po. E pam shokun e Rama. Vjen Durrës. Me bluzët e bardha. Unë të ftoj ty. Shko në një plazh ku do të Republikës. Po? Në qoftë se gjen një paracetamol në për ambulanca. Do gjesh edhe për paracetamol bardha, një makinë dhe vjohet nafta. Ndoshta një paracetamol edhe mund ta gjejë zotëri, po ha. Po e gjete një, unë he kokën. Tjetër. Pam takimin që bon atë përvjetorin e partijës, takzojnë. Ore, si vun gjithë shava si homoseksual atje. Ku ishin ta? Edhe kjo është e rrezikshme. Gjithë me shava. Ku e vun? A e ben blushin, sa të gjyqenë, sa gjithë Shqipërinë të shava. Për ndurës dje. Pa ne keni kujdes, rruni bëzën për i them shqiptarëve. Rruni familjen. E mbyllim, presim i tjetër telefonat. Jo, nuk e mbyllim. E mbyllim të qizë. Presim i tjetër telefonat. Lutem, jeni të kujdesshëm me çfarë komunikoni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Urdhro. Ja. Të ulçik televizorin. Pam dje Edi Ramën, që festonte 35 vjetorin. Si të duk dje? Shumë mirë. Shumë mirë. Okej. Shumë mirë, nuk ka krahasim të dy partitë e mëdha. Njeri feston atë, tjetri bën atë. Se zgjedhjet nuk janë ato, por na vjen shumë ashtu për Partinë Demokratike pa Edi Rama është. Atje nuk na ngelet qefi neve. Po çati bëjmë kësaj partisë tonës. Kësaj çati bëjmë. Se na ngeli se po thot Sali Berisha kur do bëjmë 95 vjeç. Qa do ta çojmë me Karraviç atje në atë, se karriget po ja heqin dhe po ja vend. Po na vjen shumë për partinë tonë, për partinë 35 vjet, 90-ën që edhe komunistët votuan për këtë parti, për Partinë Demokratike, se do ndryshosh regjimi. Po ku po e qojnë partinë, pam dje në atë Kliqin, kështë e marë Kliqi atë librin e zi. Përshonte më shumë sa Kliqi. E kështë e quar të kë aji Fejziu. Po qa shkruan të ati, qa do shkruan të aji liber? Qa shkruan të libri? Po ne i panë ato zgjedhjet se si ishin. I panë të vjedrat ashtu, po ku është Partia Demokratike? Ku është? Ku është? Edhe kë zgjodhi. Ne duam të rinjt, kurse na vjen prapë po tani të gjithë e dinë kë zgjodhi. Po. Sërse kishte alternativë për zgjedhur, në fakt, qa? Kishte, po kush i pranojë alternativat e shkreta. Kush i pranojë? Se i përjashtoj të gjitha. Po lere një të ri. Ja pse nuk ka shumë nga deputetët të ngrish njeri të thoshte do konkuroj unë? Jo. Pse? Jo. Se fragmentarizohet partia, zëjnë, fragmentarizohet partia. Na vjen shumë keq ku ka arritur, se ne pensionistë shkret, ne edhe flasim, se jemi pension që marrim nga 90.000 leka, si me këte që na shtoj, një 8.000 lekë që s'kemi arritur akoma 500.000. Prandaj duam që të zgjidhet Partia Demokratike, një ri, lere, Saliu Beri, qa Beri të iki. Po marrin rrugët pensionistë shkret. Po s'ka në s'ku ven pensionistët? Po marrin rrugët pensionistët. Nuk kanë qatë hanë, ven atje në për ato supermarketet, shikojnë dhe ikin. Nuk marrin do të një frut. Andaj, Partia Demokratike na vjen shumë keq, po nuk din që ben se Edi Rama e shkatërroj Shqipërinë. I ka qua pensionistët në fund fare. Kanë që bëjnë, pensionistët vetëm hapin sytë që të shikojnë fëmija nga jashtë. Të kuptoj. Dhe që të shikojnë, po ne i kemi të largua në dridhet zemra për një prit e mbesat.
E kuptoj zonjë. Unë falenderoj për telefonatën, të uroj gjithë mirat. Ne me këtë telefonatë mbyllim këtu hapësirën e telefonatave, do të shkëputim për një hapësirë publicitare, i kthehemi pas pak me avokatin Alban Dura në studio.